Sistemi qyteti i sigurt do të zgjerohet, policia do të ndjek shoferët rebel edhe në rrugët dytësore. BDI pretendon se qendra rinore në Çajër është premtim që nuk gjendet askund në buxhetin e vitit 2026. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë gjatë vitit të kaluar realizoi 125.000 kontrolle, u vu në gjoba prej 618.000 eurove. Krye diplomatja Elisa Spiropali deklaroi se presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është mik i besuar i Shqipërisë. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Pas vendosjes së kamerave në rrugë në kuadër të sistemit qyteti sigurt, shumë gasës kanë shfryrë një lloj mlefi duke vozitur me shpejtësi të lartë nëpër pjesë të rrugëve ku nuk janë të vendosura kamerat. E ndërkohë, edhe për këtë shofer rebel, ministri i punëve të brendshme ka paralajmëruar një zgjidhje. Toshkovski ka vizituar sot një qendër të testimit kalibrit të kamerave, ku ka deklaruar se do të aktivizohen edhe automjetet të MPB-s të pajisura me kamera mobile, të cilat do të veprojnë sidomos në të ashtu quajturat pikat të zeza të rrugëve. Në kuadër të projektit Qytet i Sigurt, Ministria e Punëve të Brendshme është duke bërë testimin, kalibrimin dhe verifikimin e kamerave të vendosura për mbikëqyrje të komunikacionit në Kumanov dhe Tetov. Më herët kjo është realizuar edhe në Shkup. Aktivitetet kanë filluar nga ora 8 e mëngjesit dhe do të zgjasin deri në ora 8 të mbrëmjes, ku në secilin lokacion procedura do të kryhet për rreth 15 deri 30 minuta dhe komunikacioni do të pezullohet përkohësisht gjatë zbatimit. Ndërkohë, Ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski ishte në terren në një lokacion ku po zhvillohet kontrolli dhe verifikimi finali i sistemit inteligjent për dediktimin automatik të shpejtësisë së lëvizjes së automjeteve. Gjatë procesit të testimit, po kontrollohet qartësia e incizimeve, saktësia në leximin e targave të automjeteve dhe korrektësia e të dhënave që sistemi i regjistron. Sipas shërbimeve profesionale të përfshira në verifikim, devijimet e konstatuara në majtjen e shpejtësisë janë minimale dhe dukshëm nën tolerancën e lejuar ligjore, çka garanton siguri dhe besueshmëri të lartë të sistemit. Ministri tha se në fazën e parë kamera do të vihen në funksion në lokacione me rrezik të shtuar, ndërsa gjatë vitit sistemi do të zgjerohet gradualisht në të gjithë territorin e shtetit. Sistemi funksionon automatikisht dhe në mënyrë të paanshme. Kamera nuk bën dallim mes njerëzve, por evidenton shkeljen. Ligji i vlen njësoj për të gjithë dhe siguria e qytetarëve është e prioriteti ynë kryesor. Do të aktivizohen edhe automjetet të MPB-s të pajisura me kamera mobile, të cilat do të veprojnë veçanërisht në të ashtu quajtura pika të zeza të rrugëve. Toshkovski theksoi se zbatimi i sistemit tashmë po tregon efekte pozitive në drejtim të rritjes së disiplinës në komunikacion dhe uljes së rreziqeve në rrugë. Koalicioni shqiptar në pushtet i ka dhënë mbështetje të plot funksionalizimit të projektit të sistemit të vëzhgimit të kamerave qyteti i sigurt. Koalicioni vlerëson se në këtë rast flasim për rrugë më të sigurta për familje që nuk duhet të humbasin baballar, fëmijë apo motra për shkak të papërgjegjshmërisë dikujt tjetër. Avancimi i projektit të sistemit të vëzhgimit të kamerave qyteti i sigurt është vlerësuar lart nga koalicioni shqiptar në pushtet të Vlen. Sipas tyre, sistemi që pritet nga Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë ka njoftuar se vitin e kaluar janë kryer mbi 125.000 kontrolle në të gjithë territorin e mashinisë së veriut, mes tjerësh nga agjencia. Avancimi i projektit të sistemit të vëzhgimit të kamerave qyteti i sigurt është vlerësuar lart nga koalicioni shqiptar në pushtet të Vlen. Sipas tyre, sistemi që pritet të finalizohet në fillim të muajit të ardhshëm është çështje sigurisë publike, e mbrojtjes së jetës së qytetarëve dhe vendosjes së rendit në komunikacion. Kur flasim për qytet të sigurt, nuk flasim për kamera apo gjoba, por për jetë njerëzish. Flasim për rrugë më të sigurta për familje që nuk duhet të humbasin më baballar, fëmijë apo motra për shkak të papërgjegjshmërisë së dikujt tjetër. Kujtojmë se të premten në kuvent u votua ligji për kundërvajtje me 81 vota. Ligji kaloi me votat e partive që krijon shumicën parlamentare, ndërsa u kundërshtua nga deputetët e Frontit Evropian dhe ata të LSDM-s.
Dje VMRO-ja mbajti një konferencë për gazetarët, ku deputeti Bojan Stojanovski deklaroi se LSDM dhe BDI treguan se janë të pandashme edhe në opozit, duke theksuar se deputetët e Venko Filipçës dhe Ali Ahmetit u bashkuan kundër sigurisë dhe jetëve të qytetarëve në komunikacion. Projekti Qyteti i Sigurt është kritikuar edhe nga Aleanca për Shqiptarët e drejtuar nga Arben Taravari. Partia opozitare thekson se koalicioni VMRO Vlen Levica po zbaton projektin e Qytetit të Sigurt në mënyrë selektive, po shkel ligjin e gjuhëve dhe po dëmton ekonominë e qytetarëve me dënime disproporcionale. Aleanca për Shqiptarët e drejtuar nga Arben Taravari vlerëson se koalicioni VMRO Vlen dhe Levica po zbaton projektin Qyteti i Sigurt në mënyrë selektive, po shkel ligjin e gjuhëve dhe po dëmton ekonominë e qytetarëve me dënime disproporcionale. Nga partia opozitare theksojnë se zbatimi këtij ligji ngres shqetësime serioze juridike, sociale dhe kushtetuese, duke dëmtuar drejt për drejt jetën dhe mirëqenien e qytetarëve. Komunikimi zyrtar me qytetarët përfshin njoftime dhe sanksionet që burojnë nga projekti Qyteti i Sigurt, po realizohet pa respektuar të drejtat gjyqësore të qytetarëve shqiptar. Kjo përbën shkelje të drejt për drejt të ligjit dhe të parimeve kushtetues të një shteti multietnik dhe demokratik. Aleanca për Shqiptarët kërkon rishikim të lartësisë së dënimeve dhe të pjesës së tolerancës në mënyrë që siguria në komunikacion të mos të shndrohet në barë të rënd ekonomike për qytetarët. Ata vlerësojnë se zbatimi selektiv i projektit të Qytetit i Sigurt vetëm në disa qytete është i padrejtë dhe diskriminues, ndërsa për këtë ASH njofton se do të ankimojnë ligjin për kundërvajtje në gjykatën kushtetuese me qëllim në si shton mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe barazisë para ligjit. BDI ka ngritur pikpyetje për realizimin e projektit të qendrës rinore në Çajir. Suela Bushi nga kjo parti deklaroi se kreu i Çajirit Izet Mexhiti ka prezantuar atë projekt si një nga prioritetet kryesore për të rinjët, por nëse shikohet buxheti për vitin 2026, nuk gjejnë asnjë rresht për këtë projekt. Bushi tha se manipulimi i qytetarëve është i keq, por manipulimi të rinjëve është edhe më i rëndë. Partia opozitare BDI ka vazhduar zbardhjen e atyre që po i quan manipulime që qeverisja po a bën qytetarëve. Suela Bushi nga kjo parti tha se po flasim për një tjetër rast konkret të ashtu quajtur qendër rinore në Çajir. Siç tha Bushi, prej muajsh Izet Mexhiti e ka prezantuar atë projekt si një nga prioritetet kryesore për të rinjët e Çajirit. Sipas BDI-s ka folur për bibliotek, për laborator digjital, për akademi STEM, për hapësira kreative ku dhe janë shpërndar fotografi dhe vizualizime sikur projekti është gati për realizim. Nëse hapim buxhetin për vitin 2026, nuk do të gjejmë asnjë rresht për këtë projekt. Nuk kam jetë për projektim, nuk kam jetë për ndërtim, nuk kam jetë për pajisje dhe nuk kam jetë për programe për të rinjët. Pra kemi vetëm një projekt që ekziston në fjalë dhe jo në dokumente zyrtare. Kjo është manipulimi i pastër. Bushi tha se manipulimi i qytetarëve është i keq, por manipulimi i të rinjve është edhe më i rëndë, sepse u shet atyre shpresë për diçka që nuk ekziston, duke shtuar se të rinjve të Çajirit u është thënë se do të ketë hapësirë për dije, për teknologji, për kreativitet dhe sipas saj në realitet në buxhet për ta nuk ka asnjë denar. Ne sot nuk po bëjmë politik me hamendje, por me dokumente dhe dokumenti quhet Buxheti 2026, deklaroi Bushi. Prandaj pyesim publikisht, nëse ky projekt është prioritet, pse nuk është në buxhet, nëse është real, ku janë parat dhe nëse nuk ka para, pse u shprehtuar të rinjave diçka që nuk do të realizohet. Gjithashtu ajo njoftoi se do të vazhdojnë të nxjerrin në dritë këto manipulime një nga një, sepse e vërteta për qytetarët është më e rëndësishme se propaganda e pushtetit. Vitin e kaluar, inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë kanë kryer mbi 125.000 kontrolle, gjatë të cilave janë shqiptuar edhe gjoba në vlerë prej 618.000 eurove. U paraqiten gjithashtu 8 kallëzime penale, të gjitha nga fusha e mbrojtjes shëndetësore dhe mirëqenies së kafshëve. Nga Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë ka njoftuar se vitin e kaluar janë kryer mbi 125.000 kontrolle në të gjithë territorin e mashinisë së Veriut. Mes tjerës nga agjencia bëjnë të ditur se janë shqiptuar edhe gjoba në vlerë prej 618.000 euro. Krahas tregtisë së brendshme, objekti kontrolleve ishin edhe prodhimi, shpërndarja, gastronomia si dhe importi dhe eksporti. Theksi i kontrolleve u vendos në zbatimin dhe mirëmbajtjen e procedurave të praktikës së mirë higjienike dhe praktikës së mirë prodhuese, si dhe të sistemit HACCP për sigurinë ushqimore.
Frekuenca e kontrollave zyrtare nga agjencia informojnë se është realizuar në përputhje me kategorizimin e objekteve, operatorëve ushqimor sipas rrezikut, ku objektet e kategorizuara me rrezik të lartë janë kontrolluar më shpesh sesa ato të kategorizuara si operator me rrezik të ulët. Në vitin 2025, nga numri i përgjithshëm u realizuan gjithsej 47.200 kontrolle në tregtinë e brendshme, në kuadër të mbikëqyrjeve të rregullta dhe të jashtëzakonshme inspektuese. Me që rast u lëshuan 5.406 vendime, u paraqitën 10 kallëzime për kundërvajtje, u shqiptuan 1.073 urdhër pagesa për kundërvajtje me vlerë totale prej 618.010 eurosh në kundërvlerë në denar. U paraqitën gjithashtu 8 kallëzime penale, të gjitha nga fusha e mbrojtjes shëndetësore dhe mirëqenies së kafshëve. Nga atje njoftojnë se në kuadër të këtyre kontrolleve janë konfiskuar dhe asgjësuar ushqimi pasigurt, mish dhe produkte mishi, qumshte dhe produkte qumshti, frutë të thata, vezë, peshk, produkte ëmbëlsirash, si dhe pije alkoolike dhe jo alkoolike, në një sasi totale prej 355.377 kg. Temperatura më ullët në vend është matur në Kodrën e Diellit, ku në termometër shënon -1 gradë Celsius, gjithashtu mbulesë bore është regjistruar në zonat më të larta malore me 29 cm borë të matura në Kodrën e Diellit dhe 9 cm në Mavrov. Mëngjesin e sotëm, temperatura më e ulët në vend është matur në Kodrën e Diellit, ku në termometër shënon -1 gradë Celsius. Temperaturat më të ulta janë regjistruar edhe në Manastir me 0 gradë, ndërsa 1 gradë është matur në Prilep, Tetov dhe Mavrov. Në Kriva Pallank, Berov, Veles, Kavadar, Krushev dhe Lazaropole, temperatura e mëngjesit ka qenë 2 gradë, në Shkup, në pikat matëse, Zajqeverit dhe Petrovec, si dhe në Strumic, Ohër dhe Pretor, janë matur 3 gradë, ndërsa temperatura më të larta të mëngjesit janë regjistruar në Shtip, Vinic dhe Demir Kapi me 5 gradë. Mëngjesi më i grohtë ishte në Xhevgjeli, ku janë matur 8 gradë. Në 24 orët e fundit, rreshtet më të ulta të ujit janë regjistruar në Pozharane, Lazaropole dhe Pozhar me 1 litër për metër katror. Mbulesë bore është regjistruar në zonat më të larta malore me 29 cm borë të matura në Kodrën e Diellit deri në orën 7 të mëngjesit të sotëm dhe 9 cm në Mavrov. Rreshje më të bollshme dhe kushte për bubullima të rralla pritet të ketë të hënën. Rreshjet do të vazhdojnë të martën deri në mbrëmje. Të mërkurën në mëngjes parashikohet të jetë kryesisht me diell, ndërsa pasdite vranësirat do të rriten. Ministrja për Evropë dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka thënë se Turqia luan një rol të palëkundur në avancimin e paqes, sigurisë dhe ekuilibrit strategjik në Ballkanin Perëndimor. Spiropali u prit të premte në Stamboll nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan në kuadër të takimit të dytë të platformës së paqes në Ballkan, ku morën pjesë edhe ministrat e jashtëm të vendeve të rajonit. Në një postim në rrjetet sociale të dielën, Spiropali tha se ishte nderuar nga pritja nga ana e presidentit Erdogan, të cilën ajo e quajti mik i besuar dhe i vlerësuar i popullit të Shqipërisë. Spiropali ka thënë mëtej se marrëdhënia midis Shqipërisë dhe Turqisë është e rrënjosur në historinë e përbashkët, respektin e ndërsjellë dhe besimin e qëndrueshëm midis dy popujve. Të premtën, ministrat e jashtëm të Ballkanit morën pjesë në platformën e paqes në Ballkan në mikpritje të ministrit të jashtëm të Turqisë Hakan Fidan. Në vijim të takimeve, përfaqësuesit e rajonit u pritën edhe nga presidenti Erdogan. Në Kosovë, gjykata themelore e Prizrenit ka urdhëruar një muaj paraburgim për 23 të dyshuar lidhur me dyshimet për manipulim të votave të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të dhjetorit. Ata dyshohen për një seri veprash penale lidhur me zgjedhjet e 28 dhjetorit, përfshirë veprën penale kundër të drejtës së votimit, kanosjen, marrjen e rishfetit dhe dhënien e rishfetit, tha gjykata në njoftim të dielën. Të dyshuarit të arrestuar të premtën gjatë një aksionit të gjerë në rajonin lindor të vendit janë komisioner dhe vëzhgues që kanë marrë pjesë në numërimin e votave. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të dielën se një takim mes antarëve të Parlamentit Evropian dhe kundërshtarëve të tij politik në vend gjatë vizite në Beograd ishte më qesharaku në botë. Vučić theksoi se i vjen shumë keq që njerëzit tanë u kushtuan kaq shumë vëmendje atyre që erdhën.
Ai quajti eurodeputetët njerëz krejtësisht të parëndësishëm. Ai gjithashtu e quajti të pacip kërkesën e opozitës drejtuar delegacionit të Parlamentit Evropian për të vendosur sanksione ndaj antarëve të partisë në pushtet në Serbi. Delegacioni nga Parlamenti Evropian e vizitoi Beogradin nga 22 deri më 24 janar. Delegacioni i udhëhequr nga eurodeputetja portugeze Marta Temido nuk u prit nga Vučić e as nga kryetaria e kuvendit Ana Brnabić, të cilët ndodheshin jashtë vendit. Ky ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshi.